Nderuar kolege, me gjithë respektin e thirrjes të cilën e bëni, dhe unë nuk kam pikë dileme dhe ne të paktën e kemi dëshmuar edhe në kaluarën që qëndrimet politike të cilat i kemi nuk i bazojmë në bazë të asaj se a përfitojmë diçka nga pushteti për të përkrahur ose jo në i ligj. Çdo herë qëndrimi jonë ka qenë i udhëhequr nga interesat e qytetarëve që përfaqësojmë. Dhe këto e kemi dëshmuar në shumë raste. Ne kemi përkrah ndryshimet kushtetuese duke qenë opozitë. Ne kemi përkrah marrëveshjet që kanë bëjnë me Bashkimin Evropian duke qenë opozitë. Ne kemi votuar ligjin për përdorimin e gjuhëve, jemi përpilues dhe kur kemi votuar kemi qenë në opozitë. Ne nuk i bazojmë vendimet tona në bazë të privilegjive që të ofron pushteti. Për ligjin për cilin thoni, me kënaqësi më të madhe unë do ta kisha votuar, nuk është problem dhe sa i përket çështjes debatimit, po, ne kemi dorëzuar amandamentet në mënyrë që të inkorporohen edhe këndvështrime se si ne e shohim të drejtë edhe në ligjin e qeverisë, dhe në qoftë se do të jenë të pranueshme për ju, dhe në qoftë se rregullohen këto çështje, nuk ka asnjë problem. Por nderuar Valbon, unë e thash pagës, në qoftë se përgjigja e pyetjes pse u desht kemi një të drejtë për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat në kushtetut të sjellë me marrëveshjen e orit, në qoftë se përgjigja e kësaj pyetje është për shkak se nuk u respektuan profesionistët, unë e kisha votuar me pretash. Po në qoftë se përgjigja e kësaj pyetje është për shkak se diskriminoheshim etnikisht dhe vazhdon, atëherë unë ju bëj thirrje që ju ta përkrahni këtë ligj. Kjo është në parimi bazë, asgjë personale. Nuk është sepse e sjell qeveria, nuk është këtu çështja. Nuk është që ne jemi ziliqar dhe nuk do të ishim gëzuar ose do të ndiheshim, keq dhe do na vinte inati sepse e sollët ju. Me kënaqësi më të madhe, nëse do të ishte ligj i mirë, neve do të thonim shumë mirë keni bërë dhe do e votojmë. Mungesa e kuotave etnike është një element bazë. Unë nuk dua se si që të përfundojmë në një situatë në të cilën kemi votuar një ligj dhe s'kemi arrir asgjë. Dhe po e shkurtoj me një fjalë, vetëm me një fjali po e përfundoj idenë. Shpesh zhvillohet debati balancuesi se zgjedhi kjo se bën ja se bën. Ligji i qeverisë fatkeqësisht është i njëjti si balancuesi. Emri ndryshon. Balancuesi kishte një element tjetër për i përfshinte kotat etnike, që është pozitive te balancuesi. Keq përdore, po, ka mund të parandalohet keq përdorimi. Po me mekanizmin që ju e parashifni. Dhe nuk është risi kjo përgjegjësia politike, apo? Vetëm se ka një problem, balancuesi nuk e shifte aspektin vertikal të një institucioni, pozicionet udhëheqëse të një institucioni. Dhe i binte që në qoftë se ti ke marrë 25 administrator, e ke arrit përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Kjo ka qenë gabim. Dhe prandaj them, ligji që ju propozoni nuk zgjedh asgjë. Ви благодарам. Ju faleminderit.